Ne praktisim në fshatin tjerë dhe shikojmë mizerable, kanë ikur pothuajse gjithë rinia. Këtu jetojnë vetëm pensionistat edhe invalidët. Gjithë pjesa e punës, pjesa që duhet punojnë, ka ikur në emigrim për një jetë më të mirë. Se ndikon kjo? Kjo ndikon se këtu është një papunësi totale. Çmimet kanë vajtur në qiell, për fshatin nuk investohet asgjë. Fshatin e kanë braktisur nga ajo që dhe shteti nuk ka vënë asnjë lloj dorë, asnjë lloj subvencionimi për bujqësinë, për ullinë, për asgjë. Cilat janë mënyrat e të jetuar në këtë fshat? Ne jetojmë nëpërmjet emigrimit më shumë. Duke fëmijët që kemi dhënë na bien ai të ardhur për të ngrënë bukë, ku i thonë, se për gjëra tjera, për lukse, për kështu. A ka pasur investime vitet e fundit ky fshat nga institucioni bashkisë? Fare, asgjë. Ktu kanë vetëm 2 kosha plerash. Edhe asgjë tjetër nuk ka. A do të kishit një thirrje jo vetëm për të rinjt, por për institucionet e shtetit për të vënë dorë pikërisht në këtë fshat pasi po praktiset totalisht? Po thirrje i bëjmë shtetin, po shteti nuk ta ndjon. Shteti është kthyer, si ta them unë, është kthyer sikur e ka pronë private, bëjnë çdo gjë investojnë për vete, për oligarkët. Për fshatin nuk ja u ndjen fare. Nuk bëhet. Edhe deputetët kur vinë japin premtime, ja do bëjmë kështu, ja do bëjmë ashtu. Ne kemi llogarit fshati jon ka 3 liqene. Nga këto 3 liqene nuk është sikur një investim i vogël bëhet atje për i pompë, për i transformator, për asgjë fare. Domethënë jemi të mbaruar si fshat.